Rikthehemi tani në studio ku do lidhemi në linjë të drejtë për drejtë edhe me një psikologe e cila do na flet për rastin e fundit i cili na ka tronditur gjithë Maqedoninë e Veriut, pra rastin në Koçan në diskotekën Puls ku humbën jetën 59 persona të cilët ishin prezent në këtë diskotekë, po klub nate ta quajmë, dhe si dhe edhe një person i cili ishte vozici i ndihmës së shpejtë dhe mbi 150 të tjerë janë të lënduar dhe janë shërime në vend, po ashtu edhe jashtë vendit, dhe do flasim pikërisht për këtë traumë që ka shkaktuar kjo ngjarje që ka tronditur, mund të them, gjithë vendin ton, po edhe më gjerë sepse nuk ka ndonjë shtet, nuk ka media që nuk ka raportuar pikërisht për këtë tragjedi. Fillimisht faleminderit dhe mirë se pranuat ftesën të jeni pjesë e emisionit ton, zonja Zana. Faleminderit edhe juve për ftesën, Gjana. Gjithashtu është kënaqësi të jem me ju sot, qoftë edhe në këtë mënyrë kështu, po duhet ta pranoj se do kisha pas më shumë dëshirë të flasim për do tema tjera më pozitive, po gjatë që edhe këtyre temave ndonjëherë ju vjen radha, edhe në vendin tonë viteve fundit pak si shpesh. Fatkeqësisht po, gjithmonë do kishim dashur të diskutojmë gjëra të bukura, sidomos kur bëjmë fjalë me psikolog në mënyrë më të qetë, më të bukur, për të na mësuar, për të na udhëzuar rreth gjërave të mira, po ja, fatkeqësia na ndodhi dhe e kemi si një traumë kolektive rastin e Koçanit. Dua më saktësisht ta qartësojmë çfarë quajmë tragjedi kolektive apo traumë kolektive. Para do kisha dashur të qasem pak vetë traumës, Gjana. Trauma është një përgjigje emocionale që paraqitet ndaj një situate të jashtëzakonshme stresuese dhe që ka efekte afatgjate në shëndetin mendor të individit. Megjithatë, si fenomen psikologjik nuk është vetëm individual. Varësisht nga burimet e saj, ajo lehtë mund të metastazon në shoqëri dhe të kalon në traumë kolektive, ato që e tharë, që është një temë që i referohet vuajtjes emocionale nga i cili është i prekur një komunitet i tërë. Pra, sa i përket tragjedisë së 16 marsit në Koçan, mundem me bindje të thellë të themi se kjo është një traumë kolektive, po që për fat të keq për shoqërinë tonë, kjo nuk është një tragjedi e parë, shpresojmë të jetë e fundit. Shpresojmë po të jetë pa urdhëroni? Atë që më pyeti, do me thënë, çka është ajo trauma kolektive, do me thënë, sa i përket traumës, ajo e kaplon kësaj lloj traume, do me thënë, e kaplon komplet një shoqëri. Edhe këtu, do me thënë, edhe qasja gjatë trajtimit të saj duhet të jetë vetë edhe kolektive. Po si manifestohet një gjë e tillë? Si manifestohet kjo traumë kolektive? Duhet të them njëherë që vetë përvoja traumatike si e tillë është ka diçka specifike që them që ne që punojmë me traumat e kemi që traumat nuk janë diçka që lidhen për kujtimet, po është pikërisht ai elementi të cilën traumën e bën më specifike është që ato lidhen për ripërjetimin e pavullnetshëm të komplet ngjarjes. Edhe prandaj manifestimet janë një spektër i gjerë të çrregullimeve të ndryshme të shëndetit mendor. Traumat kolektive manifestohen me një ndjenjë për shembull humbjes të identitetit, paraqitja e ankthit, ndjenjes së pasigurisë dhe zemrimit, izolimit edhe frikës, edhe çrregullimeve të ndryshme, siç është edhe PTSD, domethënë çrregullimi i stresit posttraumatik. Këto trauma kanë edhe një specifik të ndryshme nga traumat tjera, është që shpesh herë mund të rezultojnë edhe me ndryshimin e normave dhe vlerave shoqërore dhe në paraqitjen e ndarjes brenda shoqërisë. Gjëna ajo që mua më bëni përshtypje si në aspektin qoftë personal, qoftë profesional, është që edhe që më la një përshtypje pozitive, është që kjo e fundit tek ne nuk ka ndodhur. Qoftë me tragjedinë e Koçanit, qoftë me ndonjëra në tragjedive të cilët kanë pësuar edhe viteve të kaluara. Përkundrazi, domethënë në këto momente të hidhura, shoqëria jonë është treguar goxha e bashkuar edhe kompakte. Për shembull, unë do të thekë tashmë që se vi nga një qytet i vogël siç është Gostivari, në momentet e ceremonisë së varrimit të viktimave dhe gjatë atyre ditëve, të gjithë shkollat e mesme dhe fillore organizuan organizime të vogla në shenjë solidarizimi me u mobilizuan, po.
Ashtu. Edhe të njëjtën e kam vërejtën në përmendja që e kam bërë edhe qytetet tjera, edhe kjo është diçka që ne duhet ta potencojmë edhe të lavdërohemi me atë, sepse jemi treguar si një shoqëri e cila përpos atyre dallimeve që i kemi demografike mes veti, qëndrojmë të bashkuar në momente të vështira, gjë që na ndihmon ballafaqimin me procesin, me vetë procesin e lindjes dhe që e ruan shëndetin mendor. Po, ne e dim se jo të gjithë i përballojmë njëjtë traumat, jo të gjithë njëjtë i përballojmë edhe situatat e ndryshme. Si e vërejmë që një person nuk mund të përballojë një traumë kolektive dhe kur është ai momenti specifik dhe i nevojshëm që duhet të kërkon ndihmë profesionale? Po, simptomat si që edhe më herët janë të ndryshme, nga çrregullimet më të ndryshme të shëndetit mendor. Po që është e rëndësishme që në këtë moment të fillojmë të vërejmë ato ndryshimet jo vetëm tek të tjerë, por edhe tek vetja. Siç janë për shembull shpesh kur të ndodhet të paraqitet pagjumësia, izolimi, ankthi i vazhdueshëm, ataku i panikut, gjithashtu edhe mos funksionimi gjatë kryerjes së obligimeve të përditshme. Madje ka edhe simptoma somatik, siç është vuajtjet në tretje, në sistemin kardiovaskular dhe kështu me radhë. Nëse vërejmë këto simptoma, qoftë tek vetja, qoftë tek personat në rrethin e ngushtë apo të gjerë, duhet të kërkohet ndihmë profesionale. Në këtë aspekt duhet ta ceki që në vendin tonë gjithashtu u tregua i organizuar se i përket ofrimit të ndihmës profesionale në këtë aspekt. Ministria e Arsimit dhe Shkencës në bashkëpunim me UNICEF-in, me profesorët nga universitetet, të katedrave të psikologjisë, institutet psikoterapeutike, të gjithë u mobilizuan që të ofrojnë ndihmë, qoftë atë ndihmë direkte apo qoftë ndihmë nëpërmjet rrjeteve. Po, cilat janë ato pasojat pak më afatgjate? Tash nëse i shohim Jo, doja të them më afatgjate, të cilat nuk është ankthi, nuk është stresi, nuk është ajo mos ngrënia e bukës, po te dikush mundet edhe në mënyrë pak më afatgjate me vite të tëra. Që besoj edhe neve do na ngel kjo traumë me vite të tëra. Shif, Gjonan, trauma është një plagë, këtë duhet ta them. Është një plagë. Dhe duhet ajo... Në këtë moment duhet të them se si një plagë, ajo... Are you still fed up with being trapped in ads? You just want to play, but are forced to watch a theater. Duhet të them se trauma është si një plagë e cila jo vetëm në trup, po edhe në shpirt. Ne atë dimë më së shumti në shpirt. E nëse ajo nuk trajtohet, njëjtë si plagët e trupit që mund të infektohen, edhe ajo në një mënyrë përkeqësohet. Trajtimi fillon prej atij momenti, do të thekë para do të ndalem pak ke trajtimi, që prej atij momenti ku ne thjesht duhet të ndalemi edhe të ndjejmë dhimbjen, sepse në atë moment kur ndalemi ne i japim kohë edhe hapësirë vetes, i japim vetes kujdes dhe është e nevojshme ta ndjejmë atë mbështetje. Tash në moment nëse ne e detyrojmë veten, që me çdo kusht të ecim përpara, duke anashkaluar atë që ka ndodhur, nëse i shtypim ato ndjenja të hidhura brenda nesh, sepse ne jemi të programuar si qenie njerëzore të ikim dhimbjes. Në atë moment, çka do ndodhet? Të gjitha ato manifestime të traumës do të bëhen më të thella. E tash, ajo që është më e dhimbshme ke traumat është se gjasat janë shumë të larta që nëse këto ndjenja edhe këto përvoja nuk përpunohen edhe nuk trajtohen, do t'i bartim në gjeneratat e ardhshme. Që do të thotë se brezat që vinë do t'jenë bartës të simptomave në shëndetin mendor, por që nuk do t'jenë të vetëdijshëm nga ju vjen problematika. Do të thonë se traumat kolektive shumë shpejt mund të evolvojnë në trauma transgenerative. Edhe kjo është ajo që i bën më të dhimbshme këto trauma. Kur jemi te brezat e rinj, një pyetje për në fund, dua si t'i qasemi fëmijëve, më të vegjëlve,
kur bëhet fjalë pikërisht për këtë tragjedi dhe për këto trauma kështu kolektive, sepse unë personalisht nuk kam lidhje me psikologji, po mendoj se gjithçka në karakterin ton fillon që nga fëmiria dhe mënyra se si trajtohemi ne kur jemi të vegjël. Në psikologët e kemi diçka që themi trajtonja fëmijën siç do kishte dashur të ju trajtojnë juve kur keni qenë fëmijë. Fiks. Kjo është shumë globale nëse. Po. Do të thënë, ne të gjithë brenda vetes kemi një fëmijë të mbrëmshëm. Edhe kisha apeluar që gjithë prindët kur t'ju hasen fëmijëve para, do të thënë, të bëjnë kontakt me atë fëmijën e vet të mbrëmshëm, edhe të shohin se për çfarë ka ai nevojë. Në këtë moment, në këtë situatë goxha të vështirë, ku edhe vetë fëmijët më dëgjojnë, janë të kyçur në rrjete të ndryshme, edhe i shohin të gjitha ato situata që ndodhin së bashku me ne, edhe është kjo një gjë e bukur. Duhet të jenë të kyçur, t'i shohin, edhe duhet t'i në një mënyrë të informohen për këto gjëra, po që me rëndësi është që ne të jemi aty mbështetës ndaj tyre për çdo informacion që ta marrin që ta ndjejnë se nuk janë vetë. Sepse fëmija nga prindi ka nevojë për dy gjëra. Ka nevojë për prezencën edhe ka nevojë për mbështetjen. Ashtu që i kisha apeluar prindërit që mos shkojnë në atë kahje që ti këshillojnë fëmijët, mos e bëj këtë, mos e bëj atë, kujdes nga kjo, kujdes nga ajo. Domethënë, do ishte shumë më mirë sikur thjesht të qëndrojnë aty, thjesht të jenë një ndëgjues aktiv, ta ofrojnë një mbështetje, një përkrahje, një përkthjelje, sepse edhe për ato kjo ishte një format shumë e madhe, një kafshat e madhe për ta goditur. Zana, të faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit ton. Besoj se këto porositë ishin aq koncize, as të qarta, aq të bukura. Fatkeqësisht edhe një herë themi për këtë temë, për herë të parë të kishim në emision, por të presim këtu në këtë këlltuk jemi mirë se ardhur për të trajtuar tema edhe më të bukura, tema edhe më të dashura për të gjithë ata që po na dëgjojnë, po patjetër e kishim edhe për shikuesit tanë ta trajtojmë këtë temë, sepse është një gjë, mire thatë edhe ju, një traumë që na ka kapluar të gjithëve dhe do na mban frika, emocioni, ngurja, vite e vite me radhë. Të faleminderit edhe një herë. Faleminderit edhe ty Xhahan, uroj që të takohemi dhe të flasim dhe të shihemi veç për raste të mira. Patjetër që po.